Përshëndetje. Çfarë fshen numri 28? Sot zbulojmë sekretet që elitat okultiste nuk duan t'i dini. Nga kabala te ritualet të ndaluara ilire. 28-a, 2 + 8, baras me 10, baras me 1, pra në numerologji. Por kjo është vetëm sipërfaqja. Numri 2 kontrollon polaritetet, dritë, errësirë, mashkull, femër. Numri 8 është kontrolli i pafundësisë, por edhe i fuqisë absolute, që mund të korruptojë. Bashkimi krijon energji shpërthyese, që shoqëritë sekrete e përdorin për shekuj. Në kabala, 28 është koah, fuqia e papërshkrueshme. Por ka një sekret. 28 shkronja arabe, 28 ditë hënor. Cikli ku ritualet funksionojnë me fuqishëm. Magjistarët e lashtë prisnin natën e 28 për të hapur portale. Pse mësuesi juaj i fesë nuk ju tregon? Kina. 28 konstelacione, Xiu, jo vetëm yje, por harta energjisë seksuale kozmike. India, 28 nakshatra, ku tantristët praktikojnë ritual për të arritur ndryshimin përmes kënaqësisë. Këto janë njohuri që janë ndjekur nga librat. Rusia okultiste, 28 ditë pastrim. Po çfarë pastroi vërtet? Shpirti apo diçka më e errët? Inkasit e Perus. Flijimet çdo 28 ditë. Rasi ilirët tanë. Kulti hënor me festat e frytshmërisë, ku tabut thyhen. Këto janë të vërteta që arkeologjia shpesh na i fshe mua dhe ty. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video.